Mirë se vini. Sot do të zbulojmë diçka interesante. Një lloj manuali sekret që përdoret në restorantet më të mira. Po, do të flasim për teknikat dhe psikologjinë që fshihen pas një shërbimi të shkëlqyer. Ato që na bëjnë të kalojmë një mbrëmje fantastike dhe, ndoshta, vetëm ndoshta, të shpenzojmë pak më shumë pa e kuptuar fare. Kjo është një situatë që me siguri na ka ndodhur të gjithëve, apo jo? Mendojmë se ishte thjesht një sugjerim i sinqert, një fat i mirë. Por e vërteta është se pas atij rekomandimi fshihet një strategji e tërë, e krijuar me kujdes, për t'i bërë klientët të lumtur dhe sigurisht për të rritur fitimet. Tani, le të shohim se si funksionon e gjithë kjo. Atëherë, nga nis gjithçka? Fillon me mendësinë. Thelbi i një shërbimi të paharrueshëm nuk është thjesht të sjellësh pjatat në tavolinë. Jo, është një filozofi e dyfisht, të jesh një mikpritës i shkëlqyer dhe, në të njëjtën kohë, një shitës po aq i shkëlqyer. Ja ku qëndron sekreti. Kamarieri profesionist nuk është thjesht dikush që merr porosi, por është një këshilltar. Qëllimi nuk është të shes me zor, as pak. Qëllimi është të përdorë njohuritë e tij për të na udhëhequr drejt një zgjedhjeje më të mirë, duke e bërë të gjithë eksperiencën më të këndshme. Dhe ja ku e kemi, e zezë mbi të bardhë, parimi kryesor direkt nga manuali. Kjo është ajo që quhet situata fito-fito. Klienti largohet super i kënaqur me një vakt të mrekullueshëm dhe restoranti, natyrisht, ka rritur të ardhurat. Të dyja palët dalin të fituara. Okej. Tani le të kalojmë te pjesa praktike. Ktu nuk ka vend për improvizim. Manuali përshkruan dy metoda kryesore, dy teknika mjeshtrore për të sugjeruar: upselling dhe cross-selling. Pra, çfarë është upselling? Është arti për të bindur klientin të marrë një version pak më të mirë, pak më të shtrenjtë ose premium të asaj që kishte në mendje. Pra, nuk po ofrohet diçka krejt tjetër, thjesht po përmirësohet zgjedhja fillestare. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Shikoni pak ndryshimin në gjuhë. Njëra pyetje, do biftek? Është, le të themi, pasive. E lë të gjithë punën te klienti, por tjetra? Tjetra përdor fjalë magjike si premium, speciale, dhe pastaj vjen goditja finale. Është zgjedhja më e preferuar. Kjo I jep një lloj vule miratimi, e bën zgjedhjen shumë më të lehtë dhe më tërheqëse. E njëjta logjik funksionon edhe këtu, me pijat. Në vend të një pyetje të thjeshtë, kamarieri merr rolin e ekspertit, duke rekomanduar një verë specifike që shkon perfekt me ushqimin. Ai jo vetëm që tregon se e njeh punën, por e bën zgjedhjen më të lehtë dhe na jep më shumë siguri. Tani, cross-selling. Kjo është pak më ndryshe. Nuk bëhet fjalë për të përmirësuar një produkt, por për të shtuar produkte të reja, plotësuese. Mendojeni si ajo pyetja klasike, dëshironi edhe patate? Por e ngritur në një nivel shumë profesional. Këto janë shembuj tipik. Sa po është bërë porosia kryesore, kamarieri menjëherë sugjeron diçka për ta shoqëruar. Mënyra si e formulon, si ta shoqërojmë me, e bën klientin të mendojë se si ta bëj pjatën e tij më të plotë, dhe kështu vlera e faturës rritet pa u ndier fare. Dhe kjo pjesë tregon se sa I rëndësishëm është fundi I vaktit. Manuali është shumë I qartë. Mos e humb kurrë mundësinë për të shitur ëmbëlsirën dhe kafen. Është shansi I fundit për të rritur faturën, dhe një mundësi e humbur është thjesht një fitim I humbur. Pik. Pra, I pam teknikat, por mjeti më I fuqishëm nga të gjithë është gjuha, fjalët e duhura. Dhe manuali është jashtëzakonisht specifik për fjalët që funksionojnë dhe ato që thjesht dështojnë. Vini re diçka? Të gjitha këto fraza e pozicionojnë kamarierin si një autoritet, si dikush që e di se çfarë flet. Ju rekomandoj të tregon besim. Zgjedhja më e kërkuar përdor provën sociale për të na bërë të ndjehemi më të sigurt. Këto janë fraza që ndërtojnë besim dhe bëjnë klientin më të hapur ndaj sugjerimit. Nga ana tjetër, kemi frazat që duhen shmangur me çdo kusht. Janë krejt e kundërta. Nëse doni ose si të doni, këto tingëllojnë pasive, të pavendosura. Praktikisht, I gjithë presioni I vendimit kthehet sërish te klienti. Kjo tregon pasiguri dhe e bën sugjerimin të duket si një mendim I dytë, jo si një këshill eksperte. Por pyetja është, si sigurohet një restorant që të gjithë stafi ndjek këto rregulla? Përgjigjja është sistemi. Ekziston një sistem I tërë që punon prapas skenës për ta bërë gjithë këtë të funksionojë si një makinë e vajosur mirë.
Kjo tabel na tregon se gjithë përvoja e ngrënies është e planifikuar me mundësi specifike shitjeje në çdo hap, që nga momenti kur një klient ulet, ka një plan se çfarë duhet sugjeruar dhe kur. Është një koreografi e mirë menduar, jo thjesht një seri ngjarjesh të rastësishme. Kjo është një taktik menaxheriale gjeniale. Apo jo, në vend që t'i lën kamarierët të sugjerojnë çfarë t'u vije përmbar, menaxhmenti e përqendron përpjekjen e shitjes tek artikujt me fitim më të lartë ose tek ato që duan të promovojnë. Kjo siguron që sugjerimet janë jo vetëm të mira për klientin, por edhe strategjike për biznesin. Dhe si sigurohen që ky manual ndiqet? Motivimi, sigurisht. Sisteme si bonuse për arritjen e objektiveve, gara mujore, shpërblime, të gjitha këto përdoren për të nxitur performancën. Sepse kur kamarieri përfiton personalisht, është shumë i motivuar për të sugjeruar dhe për të shitur më shumë. Pra, pasi kemi parë të gjithë sistemin, nga psikologjia individuale te strategjia e menaxhimit, gjithçka në fund të ditës përmbledhet me një mesazh të vetëm, por shumë thelbësor. Dhe ky është rregulli i artë, rregulli final. Ai përforcon idenë se shërbimi i shkëlqyer dhe fitimi nuk janë armiq, përkundrazi, ecin krah për krah. Kur një sugjerim bëhet me stil dhe me profesionalizëm, ai ndorton besnikërinë e klientit dhe në të njëjtën kohë rrit fitimet. Dhe kjo na lë me një pyetje për të menduar. Tani që këto sekrete janë zbuluar, si do të ndryshojë perceptimi ynë herën tjetër që dalim për darkë? A do t'i vëmë re më lehtë teknikat, gjuhën që përdoret, momentin e sugjerimit? Ndoshta herën tjetër përvoja do të jetë pak krejtësisht ndryshe.